Dashi, sot energjia juaj është në kulmin e saj, duke ju shtyrë të ndërmerrni iniciativa të reja në punë. Mund të hasni mundësi të reja, ndaj mbani sytë hapur për çdo shans për të rritur profesionalisht. Në aspektin e dashurisë është dita e duhur për të forcuar lidhjet me partnerin. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë më shumë harmoni në marrëdhënien tuaj. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme për të mos krijuar stres të panevojshëm. Emocionalisht ndiheni të qetë dhe të ekuilibruar, por një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojë të qetësoni mendjen. Kushtojini vëmendje shëndetit, ndoshta është koha të rifilloni një rutinë stërvitjeje. Demi, sot mund të ndiheni disi të lodhur nga përpjekjet e fundit në punë, por rezultatet do të fillojnë të shfaqen. Një koleg do të ofrojë ndihmë të vlefshme, pranoje pa hezitim. Në aspektin e dashurisë, energjitë janë pozitive. Partneri juaj mund të ketë nevojë për më shumë vëmendje, ndaj kushtojini kohë cilësore. Për ata që janë beqar, një takim i ri mund të jetë në horizont, prandaj mbani sytë hapur. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Emocionalisht mund të ndiheni pak të ndjeshëm, ndaj përpiquni të gjeni kohë për veten. Një shëtitje e shkurtër ose një bisedë me një mik të afërt mund të ndihmojë në qetësimin e mendjes. Binjakët, sot mund të ndiheni paksa të shpërqendruar në punë, por mos u shqetësoni. Përqendrohuni në detyrat më të rëndësishme dhe mos u merrni me detaje të vogla. Në aspektin e dashurisë, një bisedë e hapur me partnerin do të ndihmojë në qartësimin e disa keqkuptimeve të vogla. Nëse jeni beqar, mund të takoni dikë interesant në një mjedis të papritur. Financat janë në një gjendje të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet impulsive. Sot është një ditë e mirë për të bërë plane afatgjata për të ardhmen. Gjendja emocionale është e mirë, por mos harroni të gjeni pak kohë për veten. Një shëtitje në natyrë ose një libër i mirë mund t'ju ndihmojnë të relaksoheni. Daforia. Sot mund të ndihesh më i ndjeshëm se zakonisht, por kjo do të të ndihmojë të kuptosh më mirë emocionet e të tjerëve. Në dashuri është momenti i duhur për të folur hapur me partnerin. Komunikimi i sinqert do të forcojë lidhjen tuaj. Në punë do të kesh mundësi të shfaqesh aftësitë tua në një projekt të ri. Mos hezito të marrësh iniciativa, pasi do të vlerësohesh nga eprorët. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh shpenzimet e tepërta. Kujdesu për buxhetin dhe planifiko më mirë investimet. Energjia e ditës mund të bëjë të ndihesh pak i lodhur. Merr pak kohë për veten dhe relaksohu, ndoshta me një shëtitje të lehtë ose një pasdite të qetë në shtëpi. Luani. Sot është dita për të rishikuar planet tuaja financiare. Mund të hasni mundësi që kërkojnë një analizë të kujdesshme para se të angazhoheni. Në punë është e rëndësishme të qëndroni të fokusuar dhe të mos shpërqendroheni nga detajet e vogla. Bashkëpunimi me kolegët mund të sjellë rezultate pozitive. Në aspektin emocional mund të ndjeni nevojën për të kaluar më shumë kohë me njerëzit e dashur. Përkushtimi ndaj marrëdhënieve të ngushta do të sjellë harmoni. Kujdesuni për veten dhe mos e nënvlerësoni rëndësinë e pushimit. Kushtojini vëmendje shëndetit tuaj mendor dhe fizik. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet relaksues do të ndihmojë për të rikthyer ekuilibrin tuaj. Virgjëresha. Data 15 janar 2026 sjell mundësi për të rregulluar çështjet që lidhen me marrëdhëniet personale. Nëse keni patur mosmarrëveshje me partnerin, sot është dita e duhur për të biseduar qetësisht dhe për të gjetur një zgjidhje të përbashkët. Në punë mund të ndiheni në presion për të përmbushur afatet. Përpiquni të mbani fokusin dhe të mos shpërqendroheni nga detajet e vogla. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por është mirë të bëni një planifikim të shpenzimeve për javët e ardhshme. Gjendja emocionale mund të jetë pak e luhatshme. Ndani kohë për të qetësuar dhe për të reflektuar mbi prioritetet tuaja. Një shëtitje e shkurtër në natyrë mund t'ju ndihmojë të rigjeni balancën. Teshorja. Sot mund të ndiheni pak të shqetësuar në marrëdhëniet personale. Është e rëndësishme të komunikoni hapur me partnerin tuaj për të shmangur keqkuptimet. Në punë do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja dhe kjo mund të sjellë përfitime afatgjata. Shfrytëzoni këtë moment për të përmirësuar pozicionin tuaj profesional. Financat janë të qëndrueshme, por është e këshillueshme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Përqendrohuni në planifikim më të mirë të buxhetit. Në aspektin emocional, përpiquni të gjeni një balans midis detyrimeve dhe kohës për veten. Një shëtitje e qetë në natyrë ose një aktivitet relaksues mund t'ju ndihmojë të rigjeni qetësinë. Kujdesuni për mirëqenien tuaj mendore dhe fizike. Akrepi. Sot ndihesh më i vendosur në çështjet e zemrës. Një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë keqkuptimet e vogla që kanë lindur së fundmi.
Në punë, përqendrohu në detajet e vogla, pasi mund të bëjnë diferencën në projektet e tua. Mos hezito të kërkosh ndihmë nga kolegët nëse ndihesh i mbingarkuar. Financat janë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme për të mos ndikuar në buxhetin afatgjallë. Është një ditë e mirë për të bërë plane të reja financiare. Emocionalisht mund të ndihesh paksa i lodhur, ndaj gjej kohë për veten dhe relaksohu. Një shëtitje e shkurtër ose një aktivitet që të pëlqen mund të ndihmojë në rikthimin e energjisë pozitive. Kujdesu për mirëqenien tënde. Shigjetari. Dita e sotme mund të sjellë disa sfida të vogla në marrëdhëniet personale. Mund të ndjeheni të tensionuar, por është e rëndësishme të mbani qetësinë dhe të mos reagoni menjëherë. Në punë, një detyrë e re mund të kërkojë më shumë vëmendje se sa pritej. Përqendrohuni në detaje dhe mos nguroni të kërkoni ndihmë nga kolegët. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive. Gjendja emocionale mund të përmirësohet me një shëtitje të shkurtër në natyrë ose një bisedë të ngrohtë me një mik të besuar. Mos harroni të kujdeseni për veten dhe të gjeni kohë për relaksim. Një qasje e kujdesshme do të ndihmojë në kalimin e ditës me sukses. Britsjapi. Sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Nëse ka pasur tensione të vogla, mund të jetë koha e duhur për të folur dhe për të zgjidhur mosmarrëveshjet. Në punë mund të ndiheni të mbingarkuar me detyra, por organizimi i mirë do t'ju ndihmojë të menaxhoni gjithçka me sukses. Mundësitë financiare mund të paraqiten, por është e rëndësishme të analizoni me kujdes çdo vendim për investim. Ndjenja e përgjithshme emocionale mund të jetë paksa e paqëndrueshme, ndaj gjeni kohë për pushim dhe relaksim. Një shëtitje e shkurtër në natyrë mund të ndihmojë për të qetësuar mendjen. Kujdesuni për shëndetin tuaj dhe mos e anashkaloni nevojën për aktivitet fizik. Ujori. Sot, ndjenjat e tua do të jenë në qendër të vëmendjes. Në marrëdhënie mund të ndihesh paksa i tërhequr, por është momenti i duhur për të ndarë ndjenjat me partnerin. Në punë, një detyrë e re mund të kërkojë vëmendje të veçantë. Mos nguro të kërkosh ndihmë nga kolegët nëse ndihesh i mbingarkuar. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Një buxhet i vogël për argëtim mund të të ndihmojë të përmirësosh humorin. Në aspektin emocional, përpiqu të gjesh kohë për veten dhe të relaksohesh. Një shëtitje e shkurtër ose meditimi do të të ndihmojë të qëndrosh i qetë dhe i fokusuar. Kujdesu për shëndetin mendor dhe fizik. Peshqit. Sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Ndërsa komunikimi me partnerin mund të përmirësohet, përpiqu të dëgjosh më shumë dhe të flasësh më pak. Në punë, sfidat mund të duken të mëdha, por mos u shqetëso. Me pak përpjekje dhe përqendrim, do t'i kalosh me sukses. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë. Evito shpenzimet e panevojshme dhe planifiko me kujdes për të ardhmen. Gjendja emocionale mund të jetë pak e luhatur, prandaj gjej kohë për të pushuar dhe për të relaksuar. Një shëtitje e shkurtër ose një aktivitet që të pëlqen do të ndihmojë në kthimin e energjisë pozitive. Mos harro të kujdesesh për veten.